Dashuria më e madhe, shikoje motrën, shikoje nipin, shikoje dajën, shikoje këtë dua ta di. Pse sot nuk shkojnë? Sot nuk shkojnë, se nuk e prish punën, nuk e lën dot punën unë, se me shku sot me pa vllajën ose dhe atone. Ka dal interesi, është më ashtu është ftohur, që në mentalitet, që ose kanë edhe një farë smire, pse ka si e bëri që shtë nëse të ekzistoje pozitivisht që pse fitoj vllai, shkoj dhe unë, të fitoj dhe unë. Këtu duat dalë që të njëjtët persona që keni qenë atëre njëti brez, nuk i kishit këto anët negative ose këto ndjesitë e smires ose kështu, edhe tani janë shfaqur. Mos ka qenë thjesht të fshehura ose ka qenë një marrëdhënie hipokrite në thojë? Jo, ka qenë tamam dashuri. Për babën, tamam dashuri për nanën, për vllajën, për motrën, për farefisën.